qëndrimi mbetet i njëjtë. Tash këshyrën çapo mujna me u thonë. Si janë ishte mirë? Jo, s'është diskutuar. Për çdo gjë lëshojmë komunikat. E lexoni. Jo si morën në vendime. A u mor vendim në kryesi, çka ndodh nesër, cili është Se që kanë jap deklarata edhe parafolësit më herët, nuk e di e kanë jap deklarata apo jo. Po mendësi është se si parti i analizojmë gjitha rrethonat politike, sigurisht që qëndrimi mbetet i njëjtë dhe presum domethënë deri nesër që cilat janë zhvillimet e matutjeshme. Nuk do ta votoni? Jo, absolutisht jo. Zotëri Totaj, a u mor vendim diçka në kryesi se çush ka më shku nesër sa vonca, ka më votu kryetari i parlamentit prej PDK-s? Unë jam nën kryetari i partisë, mirë po unë kryesisht mirë me çështet pushtetit lokal, për shkak se jam nikosisht edhe kryetari i Prizrenit, për pjesën tjetër, informacione më të mira ju japin. Temat aktuale politike që kanë bërë me zhvillimet që na pres. Dhe çka u mor vendim në kryesi, a jeni të hapur për me votu një kandidat? Qeni moment, tash këshyrën çapo mujna me u thonë. Po a ka vendim të kryesisë? Ndërrume, a u mor vendim në kryesi se a e voton PDK-ja? Nuk muj me komentu me zyrën e PR-it, ju lutem. Me zyrën e Çka PR-it. diskutuan këtë nxjerrje? A mori vendim? Zyra PR-it e jap shtash një press release dhe sheni çka është diskutuar. A keni me votu nesër ajo kryeparlamentarin? Prej zyrës PR-it. Po a mor vendim diçka? Vjen kes son koment. A u mor një vendim kryesi, a votuat Kryesia bëhet për me marrë vendime bëhet. Unë që ne kam e dalë nëse kam Po, a keni me votu kryeparlamentarin? Si janë ishte mirë? Tash del kryetari dhe ju njofton. Ndërun, a u mor vendim në kryesi, a votuat nesër kryeparlamentari prej PDK-s? Jo, s'është diskutuar. Zotëri Hoxhaj, a u mor vendim në kryesi, a votuat nesër kryeparlamentari prej PDK-s, cili është qëndrimi i PDK-s? Për çdo gjë lëshojmë komunikat. Ndërsa qëndrimin e kam thënë për aty ditë. A është mund ndonjë vendim? Përshëndetje. A u mund ndonjë vendim në kryesi? Vendimet i ndëgjoni në komunikatën që lëshon partia. Çka po mund thonë atë komunikat? E lexoni. Vendim për nesër, a keni me votu kryeparlamentarin? Apo, kanë me pas prononcim publik. Mor ndonjë vendim në kryesi? Jo si morën në vendime. Çka ndodh nesër? Patorën e zavancë. Dr. Pelbukaj, a u mor në vendim në kryesi? Besoj që zyra informimit edhe dikush tjetër mundët m'ju jep ndonjë A shajë. u mor ndonjë vendim? Jo njerëz mundu me thonë kur gjë, keni zyrën atë informimit drejtori. Faleminderit.